نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلندرين ذي الأفليمات كتاب وإمتم الله عز وجل صلوات وسلام وتيضرق محمد عليه الصلاة والسلام باشد مشير الله عز وجل جهبتا فاميلتي شوقتي سيجر بسنك ذن بتجد ذاتش وصول ديتي تناجو كيمت تدروار أجلوز يمنا لجراتنا الرادس tek ligjëratën e namazit të natës dhe kjo është ligjërata e 7 me radhë e namazit natës që të thotë na kanë mbetë këtë muaj të beku vetëm edhe 2 teravi edhe 2 namaz natë. E kemi përzgjedhur një cikël të këndshëm të ligjëratave. E ky cikël ka të bëjë me atë se Kurani lexuar të pashlyeshme në këtë botë dhe botën tjetër. E kemi zgjedhur këtë cikël të ligjëratave për Kur'anin dhe bukuritë, madhështitë e këtij libri, për shkak se jemi në muajin e Kur'anit famlar, librit të Allahut azza wa jall, me të cilin libër Zoti xhelalu ala e nderoi këtë umet. Jemi tek çështja e radhës për ta dëshmuar dhe më tej se ky Kur'an lexuar të pashlyeshme në këtë botë dhe botën tjetër. Çështja e radhës është Kurani është ndriçim. Kurani është dritë në këtë dunjë, ndërsa është thesar në botën tjetër. Këtë e ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili nuk flet nga hamendja e tij, por çdo fjalë e tij është shpallje edhe udhëzim hyror nga Allahu azza wa jall. Hadithin e fjalë e ka shënuar Ibn Hibani në sahihun e tij dhe e ka saksuar e Albani hadithin. Është fjala për këshillën të cilën Ebu Dherri e mori nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo këshillë e Ebu Dherrit na jep me kuptu diçka, që njeri ku të rrije me njerëz dijes, me njerëz që kanë përvojë, nuk bën me çukohen bosh kot. Mundohu me përfitu nga njeri që ka dije, ka përvojë, din me të këshillu. Jo me të kalu koha dhe mos me dit me marrë diçka nga të mira që ai ka. Nga se insani ka dhe të mira dhe të këqija, ka dobësi, ka dhe të mira. Ebu Dherri ka qenë pisa abive që ka qenë vigilent, ka qenë zahid këtë dunja, dhe sa që ka nejtë me pejgamberin, ose pejgamberi e ka dhoni këshill të shmume, ose ki ka kërku nga pejgamberi sa me këshillu. Thot vetë Ebu Dherri radiallahu anhu, thot kultu ja Rasulallah, thot isha një lejmë me pejgamberi sallam, edhe i thash, o pejgamberi Allahut, hajde jep më një këshill, këshillon diçka, të përfitoj nga ti. Pejgamberi sallam tha, alejke bi taqwa Allahi fe innehu rasul amri kullu ose kulli. Tha të këshilloj Ebu Dherr me devotshmëri, me frikë respekt ndaj Zotit, nga se baza, koka e punëve të mira, kajmaku, elementi, themeli i çdo gjëje është frika ndaj Allahut azza wa jall. Pse insani falet? Falet se tutët se do Zoti e dënon se s'falet. Pse agjeron se agjeron? Agjeron se friksohet nga dënimi i Allahut, me çun vend urdhën e Zotit. Se shkelja e urdhave të Zotit dhe kufive të Allahut sjell hidhrim Zotit. E Allahu kur hidhrohet me dikën e dënon. Andaj pejgamberi Allahu këshilla i tha, alejka bi taqwa Allah, fa innehu ra'sul amri kulli. Këshilloj me frikë respekt ndaj Zotit, nga se baza, koka e punëve është frika ndaj Zotit. Me shoqëru njeri frikën ndaj Zotit ku të qosh, asi frike me prish mendimin e mirë për Zotit, larg asaj. Po kudo që shkon e ka vigjilencë, e din që Allahu e mbikëqyr, e din që edhe që pallat e syve që i vrit i din Zotit, e din që edhe frimarjet, edhe tiktokët e zemrës që i merr njeriu, Allahu azza i din. Dhe pa lejen e Zotit
a zemra jote nuk lëviz. Për të arsye tha, të këshilloj Abu Dherr me frikë respekt ndaj Zotit, nga se koka e punëve është frikë respekt ndaj Allahut azza wa jall. Abu Dherr u ndal. I tha ja Rasulullah, zidni, hajde edhe një këshill tjetër për mua. Kto e mora vesh. Hajde bëjmë edhe një këshill tjetër, tha ja Rasulullah. I tha pejgamberi sallallahu alejke bitilawatil Kur'an. Këshilloj që me lexu sa më shumë Kur'an, me qenë i lidhur me librin e Allahut. Shikoni, pejgamberi një herë i tha ju tut Zotit, tash mi thot me lexu Kur'an më shumë. Edhe arsyeja është, ka thonë loja, pejgamberi kur s'ka obligu diçka, edhe Allahi pa ja kallëzuar arsyeën pse u bë obligim kjo punë. Pse duhet mi kushtuar rëndësi kësaj pune? Se njerëzit kanë qef, kur ta obligojsh dikon diçka me ditë arsye, apo me ditë Allah, pse po ma fut me këtë fjalë? Pse po më obligon me këtë punë? Kur ja arsyeton, është malet, edhe malet e pranon, edhe malet e fut në praktikë. Kjo ka qenë metodologjia kuranore, Allahu azza wa jall, edhe profetike e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shembull, Zoti ka thonë ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, a kish mujt që kash me nëzut, kish mujt, pësa Allah është legjimani suprem, a i vendos çka doje, kur kush nuk e vetë Zotin pse që shtek, Allahu përkon se vetë, nuk konsultohet me asken, a ta bëj obligim këto as ta bëj, kish mjaftu me thonë, agjërimi është obligim edhe kaq. Allahu e ka kriju insanin, çdo që ka kriju, po e ka kriju insanin, edhe din Zoti që intuita njerëzore, logjika njerëzore ka qef mbi të zvirat punët. Pse obligim, pse ashtu, e Allahu se ka lënë këtë luks. Dikush me më kësoj pyetje po ka thonën, ja ku mbo obligim agjërimin, e para është, ka qenë edhe para ju obligim, nuk është shumë shumë për më largoj. Edhe dyta, leallekum tattaqun, që të boni të vëshëm. E ka arsyetu urdhrin e Zotit, edhe pse s'ka pas nevojë me arsyetu. Për shembull, jetën e përditshme. Vjen një profesor, edhe është i njëjtës landë. Gjenerata që ka kalu mas, do të para kësaj gjenerate, i tregojnë nxënësve sa kur shkëmbejnë muhabetet, ky profesor i lëshon lërë, e ka testin këtë muj, e ka testin e njëjtë, e ka këto të letë, këtu muhabeti e kramu kejtë se në kënë nxënësa. Edhe tash profesori ka dash me ndryshu formën e testit. Edhe më në nxënësat, profesor se kemi prit në këto për tyje, kemi mendu ndryshe, në kanë thonë ndryshe për ty. Tash profesori mos me thonë shumë apsin zonë, sa shka me thonë, mos harroni se edhe gjenerata para juve kanë po test. Gjysa muhabetit bjen. E dyta, unë ja ku bo testin surpriz, po e keni një surpriz qëtër. Çfarë surpriz e keni? Jo si ata. Ju e surpriz testin ka befas, pa para lemrim, ama e keni kontrollimin e testit ma të lejnë. Qka po në zonë të shlirohë? Ata që esin lejnë. E Zotë që shtu në ka bonin. Ja ku bo obligim agjërimin? Asë nuk është që se kam pas, për këtë kanu me kam pas, po ata qeni të vëshëm. Edhe pejgamberi sa me tha Abu Dherrit, tu t'ju Zotit ku të që je, nga se frika dhe e Zotit është baza, elementi i çdo pune. Pse na largumi pi harameve? Se i tut me Zotit. Pse na i kryjmë obligimet? Se i tut me Zotit. Pse na falmi? I tut me Zotit. E bëjmë me frikë respekt. Gjithashtu i tha dhe Abu Dherrit, mas i tha Abu Dherrit, ausini, zidni, o pejgamberi Allahut, shtoje dozën, hajtë këshillom hala. I tha pejgamberi sa alejke bitilawatil Kur'an. Këshilloj me lexu Kur'an. Mirë, po më këshillon me lexu Kur'an. Pse po më këshillon ja Rasulullah? I tha, fa innahu nurun laka fil ard. Allahu akbar. Lexo sa më shumë Kur'an, nga se Kur'ani është për ty kandil ndriçues këtë dunjë. Kur'ani është udhërrëfyes që shtyn ty me esë përpara. Kjo dunjë është errësira. Kjo dunjë është kaos. Kjo dunjë është hallakam. Kush t'i bjen vingëll punë, kush t'i rendit punë si ka hije t'i rendit si duhet, edhe të bën ndriçim ty në këto mjegullia, Kur'ani familjarët. Për atë arsye tha, të këshilloj sa më shumë me lexu Kur'an. Se ai i cili mirët me Kur'an më shumë nuk ka vakt më marrë në Allah pastaj. E i tha pejgamberi, nuk po ta jap këtë këshill vetë haj ashtu. Se nëse mirësh me Kur'an, Kur'ani për ty ka me qenën në këtë dunjë, ka ndel ndriçues çdo errësirë që vjen. Njerëzit tjerë ka mundësi me hu busuar, ama ti s'ki mundësi. Pse?
Allahu azza ka thënë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam në surën Isra. Ki Kur'an udhëzon ka ajo që është më e mbarë dhe më mirë. Arsyeja e dytë pse më lexoj Kur'an më shumë, i tha pejgamberi wa dhukhrul laka fi as-samaa. Përpos që është kandil ndriçues Kur'ani këtë dynjë për ty, është edhe një thesar i çmuar botën tjetër. Thesar në shumë aspekte. E para është thesar se punë që i ki bo, leximin që i ki bo, kohën që ja ki kushtu Kur'anit, ka më të kthy me shumë sevapë në botën tjetër. Thesar, arsyeja e parë. Arsyeja e dytë pse është thesar Kur'ani për ty dhe për mua botën tjetër, për shkak se ka na ardhur nesër para Allahut ndërmjetësues për neve. E i thotë o Zot, menatuhu an-nawma wallahi akum beku gjumin. E kum lum pa gjumë. Ramazan, njerëz Ramazanit. Fa shafirni fi. Ma mundësot të ndërmjetësoj. Edhe Allah jep iz agjërimin që Kur'ani që të ndërmjetësoj për atë që ka lexuar Kur'an. Kjo është privilegj, kjo është prestigj. Është diçka që na duhet të kuranu me të. Andaj pejgamberi e këshilloi me frikë respekt se kjo është e para. Edhe dyta e këshilloi me Kur'an ka se të dyat kanë lishmëri me janë tjetër. Për shembull, kush na mëson neve që duhet me tutje Zotit Kur'anin? Kush janë njerëzit që më shumë të janë të lidhur me Kur'anin? Ata që i tutën Zotit dhe janë devotshëm. Pra kanë lidhshmëri, devotshmëria fikë respekt ndaj Zotit edhe Kur'ani famlar. Pra ata që dëshirojnë me ditë çka Afrika ndaj Zotit, devotshmëria e mësojnë përmes Kur'anit. E ata që punojnë me Kur'an, janë ata që kanë kuptuar drejt dhe devotshmërinë edhe frikë respekt ndaj Zotit. Argumenti i ka më fol, ka thënë Allahu azza wa jall, wattaqullah wa yu'allimukumullah, Allahu kulli shay'in alim. Jeni devotshëm ndaj Zotit. Friksoni Allahut, se Allahu ka më dhënë dije, ka më mësuar Kur'anin, ka më mësuar leximin, ka më mësuar gjuhën, ka më mësuar përdorimin e penës. Wa yu'allimukumullah, ka më mësuar fe Zotit. Ama kur nëse jeni devotshëm, që do thotë Kur'ani është udhëzues për të devotshmit. Përfitojnë nga begatit e Kur'anit famlar, vetëm ata që janë devotshëm ndaj Allahut azza wa jall. Gjithashtu kjo porosi na mëson se sahabët kanë qenë vigjilent. S'kan pas çef me çukuon kot. Sa herë që kanë nejt me pejgamberin sallam, ose kanë bu pyetje, ose kanë kërku këshilla nga ai sallallahu alaihi wasallam. Sa ai ka qenë Kur'ani gjallë që ka jetë për tokë. Na kohën e sodit, sa herë me njerëz dijes, nuk e vjen me kurrota. Nuk po flas veç dije vetare, po dhe jetën e përditshme, njerëz që kanë kaluar përvojë, njerëz që kanë dije shkenca ndryshme. E kur na vdesin ata njerëz, pastaj fillojnë me kukalla, edhe thojnë sa kur nejt me filanin një herë, s'u ka shku media me aboni pyetje. Jo me nxon ngusht, po ma përfitu përvoj jetë, përvoj pune, biznesi, përvoj feje. Plesht s'kan dije, por kanë përvoj ma shumë se sa na. Gjithashtu, ka fund djetarë, prej elementeve që në ashton të akon dhe dëshmërin, do thotë është Kur'ani famlar. A dëshon dëshmërin shpejt, të pastar dhe të tjellë, atë kemë mundësi me gjithë për mes leximit të Kur'anit. Çështja tjetër është ai cili e lexon Kur'anin me zot mirë. Kjo është prej formave të respektit edhe madhështisë së Kur'anit. Te puna e zonit mirë i kemi dy gjëra. Çështja e parë që kërkohet dhe çështja e parë që ndalohet. Ajo që kërkohet është ajo që ka në këtë hadith. Ajo që ndalohet është me mundu me zbukuru Kur'anin të e lexu, por me kalu në ilahi dhe muzikë. Kjo është haram. Qysh, për shembull, një ashar që e din xhamati, mi janis Bismillahirrahmanirrahim. Kjo në bëjë gërë me Kur'anin. Me bu Kur'anin talavat, pse audienca për liga është, klikime, views, fam, kjo është haram. E dyta, me u mundu me izgat zgjatimet Kur'an që nuk janë zgjatime, me të vetëm qëllim me iknash xhamatin,
ata që mësuan muzikë dhe me ilahi. Çdo zbukurim i zonit që ndryshon kuptimin e ajetit kuranor edhe hub kuptimin e tejvidit është haram. Për shembull, qëlloj të na një hoqë këtu me një të bëjmë zhunic edhe zonën e mirë. Unë në kokomarak me folë shumë, po ku t'i hije masakër ajetit kuranor në selu. Kus dhe koftaj? Edhe janë nisi la yastawi ashabun nar. Nuk o njëri si mu thot njëri po mësi që jesë ta ma. Edhe pe këshu gjematin, e kishtë kalë telefonin për njësëra, apo keshin ajo. Loj. Kjo është haram. E cilë është halal dhe roqë? Që kjo është halal. Ta s'ma të në kurejta. Hadithin që ka shumë Bukhari dhe Muslimi se pejgamberi sa më ka thonë. Se e ka dëgju pejgamberi sa më ka thonë. Ma adhina Allah li shay'in, ma adhina nabiyyin husn sawt. يتغنى بالقرآن ويجهر به. الله أكبر. Tha Allahu Azza wa Jall, ja ka lejuar një pejgamberi apo pejgamberëve të tij dy gjëra të cilat gjëra nuk i ka lejuar më herët. E para është për fjala për pejgamberin. E para është që këtë Kur'an me zbukuru zonin tu e lexu, në thojza me rujtë rregullat e tajvidit, edhe e dyta është me lexu këtë Kur'an haptazi. Hadith është shkurt, po është i qartë. Që e me këtu ki hadith? Ka thonë djetarët, ati të cilit Allah i ka falë zotë mirë, ai duhet me përdor zonin jo për famë. Jo mi thonë njerëzit filani e ke zonin bilbil. Filani po kënoj ke mirë, po me lezu për Allah, me zbukuru zonin që me knaq shpirtin, me knaq ato që falet pas tyje, me knaq do gjusin. Për shembull, dikur që jep Zoti zonin e mirë, edhe del para xhamatit as që lodhet me lezu mirë. Pse? As ka kamerë, nuk ka audiencë, i ka 5 xhamat pas veti. Me bu me dal RTV Haldi, RTV Spektri, apo televizionet tjera tona dhe në Kosovë, çfarë kënu me arshirin xhamatit në Marakia, po që e kërë është ta? Ja, kurse pas me një që shtuar. Ama këtu s'ka kamera, këtu s'ka aplauz, ati nuk ka me kërcit parja. A që po, Allah në rrët. Kjo s'provë për të darë. E pejgamberi sa ka thonë ai cili ka mundësi me ndres zonën të shkuan, nuk e ndresh, nuk është nga sunetia. Po flas me pa Zot mirë, çka ka bërë Allahu me lezu Kur'anin, bukur rrjedhshëm. Pejgamberi sa nga frika që Xhibrili për lexon Kur'anin e kishte me mrin, ka filluar me përsërit Kur'anin shpejt, edhe Allahu i tha la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. O pejgamberi Allahut mos e shpejtoj gjuhën të a lezu Kur'anin, lezu ka dalë rrjedhshëm sallallahu alaihi wasallam. La tuharrik bi lisanik. Mos e shpejtoj gjuhën të lezu Kur'an. Andaj ai i cili e ka zonën e bukur, e lexon Kur'anin bukur, edhe bon këto mikinazh xhamatin, Allahu ka më shpërblim me 2 shpërblime, edhe për zonën e bukur, edhe për leximin e bukur të Kur'anit, edhe për dëgjimin nga ana e xhamatit. Nga sa na e dim që namaznate me bëmë së po zonin hiç kërka, shumë problem. Alamet hoxha nuk unë, alamet hafazi nuk shijohet namazi. Jemi që ashtu nga njerëz me ka kriju Zoti. Kër e ka zonin deri dikon, ose të bukur, mundohet me bëhet bukur, por ullja është ma fort. Shpirti goditet ma fort. Zemra lëviz, edhe nëse ka vdek, pluhuri që ka kaplu kjo zemra një më të mujë. Leximi këndshëm i bukur i Kur'anit me për ullje. Ela nuk e plur. Bile ka thunë në moja. Edhe nëse nuk është zoni i bukur, por hoxha lexon nga zemra, lexon Kur'an pi zemrës, zemra hyn zemër, dëgjimi hyn zemër, dhe çka del pi zemrës, hyn zemër pa shybe edhe pa gojë. Kur kështu kur lexon Kur'anin, do thotë me vetdije dhe me zot bukur. E dyta tha pejgamberi sa me lexu Kur'anin me zot bukur dhe me lexu Kur'anin haptazi. Në fillim Kur'anin u lexu fshehurazi. Edhe normalisht ka pas me sahabive Omeri, Abdullah ibn Mesudi, s'kan mujt me paramendu çish ka mundsi gjithë këj libër i madh, mos me lexu haptazi. Pejgamberi më ka thonë që nuk është kohë me lexu. Ata jo po dojnë me dalë, oni dilni.
Ka njerë duhet më ngu udhëheci. Ai që është para teje me një punë ka njerë duhet më ngu, edhe pse shumë herë, po ku thoje mose nuk është koha. Ka dalë, je i ri, prit pak. Nuk dush me bu këtë gjest në goja se të kushton. Pejgamberi sa më thotë Abdullah ibn Mesudit, mos din me Kur'an, mos e nuk e kemi ala fuqin që duhet. Ke ngrati dalë me Kur'an, si ta zonë Kur'an e përshesh. Ke çaka. Kur vjen te pejgamberi sa çka marr, trishtim me pa. I dha kom ditë, a thash me ma, shkoj me do punë me fosh kanë erdhur. Me emocione nuk është feja. Ata që e kanë marrë fenë me emocione na mundën qafë. E ngonë hoxhën e vetë 5 minuta mule me bua që këto, ato, pasha zonë në monë qafë dhe neve si musliman, po edhe dojnë me njëndosa dhe islami me gjesë të tyre. Andaj në lexojmë me zo Kur'an, që atëherë kur duhet me lexu me zo Kur'an. Për shembull, nuk është mençuri e hoxhës. Ata që kanë probleme në shpesë seki, në për kufina, për vete tjera, të kanë dalë ty ku nuk duhet me ndalë, po i sprovu. E ata është me anis, me knua shire, me zo. A pe di ku i ajo? Ja, më e lezoj Kur'an, unë e së më interesa, për në mëve, në më si qenë muslimani, para më ndone pejgamberin kur ka bu paqe me jahudit, e ka shkujt Bismillah min Muhammed ibn Abdillah, me emrin e Allahut, nga Muhamedi dërguari i Allahut, ose bin Abdullah. Ka thonë dhe ja. Se pranojnë. Çka më bëj ka thonë fshije? S'ka këtu Bismillah. As nuk ka Muhamedi dërguari i Zotit thuj. Po arrit paqja nga Muhamedi bin Abdullah. Abdullah ka pas baba pejgamberi sa. Ama këtu pejgamberi i Zotit Bismillah s'ka. Njëri prej sahabive ka thonë ja Rasulullah, apo do më ngualla i lekta. Pejgamberi sa më fshije. Shmara me fshi? Pse me fshi? Se interesi ka qenë më i madh për musliman. Kush e më hat këtë punë? Ai që ka dije, ai që ka përvojë dhe ka hec këtë rrugë. Ai që ka ardhje, edhe nëse ka më shumë dije, nëse dija vjen prej emocioneve, bon sherr më shumë se sa dije. Për shembull, emocione ku të kapi dhe s'ki dije më mirë rrim mos fol. Çani rast më kallzoj. E kam pru punën, mi thon pejgamberi, qatalakumullah. Allah ju raft. Me thonë këtë fjallë pejgamberi rondër, shka ka do? Ka qenë musliman me një luft, edhe ka pas të lashe me ujë. Mirë po ka qenë koha e dimrit, ka qenë freskët mëngjesi. Edhe ai sahabiu ka qenë i plegu. Kur u çu sabale, ka qenë njëri që ka ditë Kurani, ka thonën s'ki qare pa marrë gusull. E ka thonëve, se unë i smut, si të marrë gusull unë e des, se më kapin, jetët dritë, na, blaga, fillon me rjetët dhe des. Ata i ka thonë s'ki qare pa marrë gusull, se së ndelli ma minë. Ajde, po thonë gjematit din, ja ka mërë dy kofa uj, e ka në regullu vendin, ingrati veç u lajtë, shkoj, smut, dish. Edhe e lejmëru pejgamberi që vllavi jonë dish, mja folë gjinazën. Pejgamberi nuk i ka varros njerëzit kuturo. I ka thonë, a bon me ditë që ka ndodhi, okej ka vdekja catim e Zotit, së në nali, a bon me ditë pse vdesh, që ka ndodhi o burë? Ta valla ja Rasulullah, i shuj pa pastër, më në gjesë sabale, u desh me në do më në falë sabale, tha nase pranu, ma i the ke më marrë të e mund, na jo, ki me marrë guzën. Jo, veshe një vitë këtë pejgamberi sa. Tha, e pas një vrah, Allah ju vraft. A i s'ka thonë Allah ju vraft, në atë kuptive fjalës dukuni. Pa, pe dini ma që kini buaj. Kush e po këto? Emocioni, ngutia, edhe pa përvoja. Pe lidi këtë mesele me një rast, me pejgamberi sa. Para më doni motra dhe vëzër, pse Zoti nuk e buni pejgamberi sa pejgamber 35 vjet? Pse se buni Zoti 30 vjet pejgamberi sa pejgamber? Pse? Sa Allahu ka thonë felemma belagha ashuddahu 40 sana. Pjekurir burri, shumicën e rasteve arrin kur i bën 40 vjet. E kanë thonë në moja, pasi pejgamber Luku ku ka dashur 40 vjet me prit pejgamberi sallam, me hi imam hoq në gjami të madhe, me hi drejtor, kryetar komune, kryetar shteti, ndër 40 vjet, disa ka thonë është endanume, disa ka thonë nuk është mirë. Pse?
bjen autoriteti i hoxhës i drejtorit. Për shembull, ta shikojmë 36 vjet. Kur ti bëj 40 vjet, besoj që pjekna më shumë. Gabimet që i bëj sot, lëshimet, nuk i bëj 40 vjet. Mirë po një problem, këtu gabimet, këtu lëshimet njerëz të falin, i mojnë men. Se insani ta marr gabimin men, të metën, të keqën, të mirët i haron. Çështu jemi na insan. E mi harrujt autoritetin pejgamberit Allahu Azza wa Jall e ka pru 40 vjet mu pejgamber se burri pjekët 40 vjet shumicën e rasteve. Andaj apo do me rujt autoritetin ton, apo do me rujt karakterin ton, mos pranon me hi udhëhecje pa pas një stazh në punë. Për atë arsye, për shembull, ku t'hin sefte me dhomësim, për para ka qenë shumë këti, ka mojë praktik 3 muj, 6 muj, mos me bu gabime, se njerëzit pastaj kapën pas gabimeve tua. Andaj Allahu e priti që pejgamberi mu 40 vjet, edhe pastaj me pejgamber. Mirë. A ka uaj që pas ka po të shka pejgamberi gabim që se ka po Zotit 35 pejgamberat të radhjo? Jo. Sa që i ka vet i dhujtarët me kas, qëfar mendimi keni për këtë njeri? Ka thonë njeri besnik, njeri e mafjale, njeri që e ndimon varfrin, i majlide farefesnore, e me ngret misafirin, kur s'rejnë, këtë që i cilë pozitive i ka pasë. Ama Allahu ka dash me përgatit edhe aspektin emocioneve, që gajnet edhe dertët e jetës më i kry. Për shembull, njeri dhe në 40 vjet i përfundon fëmija. Se kush ka fëmijë të vogël? Ka ne ndohë hoxhës mos me dojnë xhami sabah. Njerëzit se kuptojnë. Ka ne ndohë profesori mos më çu mësim, se i ka fëmija. Ka ne ndohë i smu fëmija. Kur të bëhet 40 vjet, mi nejt gati martesës po flas. Jo si tash, jo si jetën e përditshme që po ndodh. Shtyhet martesa pa nevojë, po martesë me kohë. Mi nejt gati 40 vjet, ishi që vladi i bon 15 vjet, i bon 12 vjet, bëhet i zoti vetvetes. E përderisa e vladët kanë nevojë për ty deri në moshën 5 vjeçare, ti ke me qenë peng i gabimeve, se ka bo njeri. Është e pamundur fëmija çdo natë me flet. Ka ne snoj vlla den 3 me flet, den 2. Xhamatit s'kan faja madhe, ti s'ki faj, ti dush me bo shara mirit. E Allahu me të rujt autoritetin si hoqë, si drejtor, si profesor, si kujtor komune, ka thonë prejt pak, duhesh më pjek. Kur o zot, pin 40 vjet e nalt. Që me të rujt autoritetin edhe mos më të abo njerëzit në gisht për gabimet edhe për lëshimet e tua. Andaj tha pejgamberi, Allahu Azza wa Jalla ka lejuar edhe që me lexu Kur'anin hap tazim në mënyrë që ki Kur'an me i tregu frytet edhe bereqetet e tij. Nuk më qem me zgat, se normalisht njerëzit nesër kanë punë, dikush ka obligime, nuk më qem me shfrytzu me fal namaz më shumë. Kush ka mundësi me i falë 4, i falë 4, kush ka mundësi 2, 6, 8, është e caktume, pa tjeta që kaqë. E dyta, kuna i dhamin kont, kush ka problem, është atë zanë, apo ka probleme tjera, lirish ullë në. Ose dikush e merë gjumi, si të ullët flenë si kinç. Nëse flenë si kinç, ma mirë i kohë. Mirë po nëse s'mun me ne, dritë trupi, ma mirë rejë unë gjëmë, se lejohet namaz në afine mi falë unë gjëmë. E luzot e valë që Allah të në ndryqoj jetët tona me këtë libër famlar, në bëj Kur'anin të dashur në zemrat tona, në bëj Kur'anin për amerë të zemrat tona. Nëse eventualisht nuk duke nëzet, e ndali parkovin e nëzemjes në xhami. Allah është kulirë, isha Allah e shumoj në atër e kadrit, alhamdulillah, rabbil alamin.